jetë e ndriqushme me dobi dhe thesare të mëdhaja, të cilët besimtarët çdo herë që i lexojnë dhe i sqarojnë mesin e tyre, padyshim se kanë përfitime të mëdhaja. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall kalojmë në ajetin e parë kuranor, ku Allahu Azza wa Jall në mënyrë direkte e urdhënon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që del dhe tregon se është pejgamber. Me zbritjen e fjalës apo ajetit kuranor Iqra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vetëdisu se kjo është ajet kuranor i shpallur nga ana e Allahut Azza wa Jall. Ama ende se kishte obligim që me dalë dhe me u tregu njerëzve, që me dalë njerëzit me i thirrë në fe. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovu me sprovën e trishtimit, u friksu, u trishtu dhe kaplun ethët dhe frika e madhe, atër Allahu Azza wa Jall, duke qenë në këtë gjendje i mbulum nga ethët e mëdhaja për frikës së madhe, Allahu subhanahu wa ta'ala i azbret ajetet e para të Suratul Muddathir. Të Suratul Muddathir. Për këtë shak Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja boni me dije se sprova hënës ka me fillu. Derishtash e patë problemin me vetveten, e patë problem me kuptu se kjo shpallje e zbritun nga ana Allahut Azza wa Jall, e patë një ngarkesë të madhe, sepse për herë të parë në jetë të ndodhi, u mbulove, të kaplun ethët, pushove sa pushove dhe Allahu Azza wa Jall ja zbriti ajetin kuranor dhe i tha: "Ya ayyuhal muddathir", sa o ti i mbulum, o ti i cili e mlu nga ethët e mëdhaja dhe nga frika e madhe dhe nga trishtimi i madh. Ju drejtu kështu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse qëllimi i ajetit kuranor është me tregu hallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i këtij ajetit kuranor është se muslimani nuk jep përparësi hallit të vet karshi hallit të njerëzve në përgjithësi. Dhe Allahu Azza wa Jall dashur t'ia bën me dije se njerëzit janë në devijim, janë humner, janë në dalalet. E ti po e këshir hallin tënd dhe po e këshir gjendjen tënde ball pushove. Ja ayyuhal muddathir, o ti i mlum, o ti i cili ki ejthe. I tha Allahu Azza wa Jall: "Kum fa anzir", çu. Ball mo nejte, ball mo pushove. Njerëzit janë të vdek në dalalet, ti ki dritë, ki ilm, ki dituri që të ka ardhur prej Zotit, prej Allahut Azza wa Jall. Kum fa anzir, çu dhe njerëzve kallëzova këtë dritë, kallëzova këtë të vërtetë, përcjellja hakin dhe shpëtoi nga e keqja dhe nga devijimi. Dhe siç e shihni në këtë ajet kuranor, ka urdhër, vjen urdhri në formën urdhërore dhe të prerë, që s'ka hapësirë për hamendje dhe dyshim. I thot kum. Kjo është do të mënyra më precize dhe më e definume e urdhresave të Allahut që vinë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thot kum, çu, më njerë, me të shpejt, pa vonesë. Kjo është kuptimi i ajetit kuranor. Fa anzir, el indhar është njerëzve me dalë dhe me va kallëzu të vërtetën, me i kallëzu se kjo është xhehenem e këtu është xheneti, kjo është e keqe, kjo është e mirë, kjo është indhar. Dhe nga e gjithë kjo kupton muslimani se njeriu që ka dritë, që ka dituri, që e din të vërtetën, ka për obligim që del dhe të tjerëve t'u apërcjell atë dritë dhe atë të vërtet dhe atë ilm dhe dituri që e posedon në zemrën e tij. E jo të mirët me hallin e vet dhe me dertin e vet dhe të jep përparësi nevojave të veta para nevojave të njerëzimit, sidomos kur është në pyetje sqarimi dhe përcjellja e të vërtetës dhe hakut. Allahu Azza wa Jall me këtë ajet kuranor kum fa anzir, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam krahas asaj që ja bën me dije se është pejgamber, e obligon që të bëhet thirrës.
e obligon që të bëhet thirrës, që qohet në kam dhe del para njerëzve, edhe çka njerëzve t'u tregon të vërtetën. Ty thot kjo është e mirë e kjo është e keqe. Sa prej nesh bëjmë indhar, sa prej nesh e tregojmë dhe përcjellim atë që e dim dhe që e mësojmë. Sa prej nesh heshtim ndaj të keqës, e mshelmi gojën kur e shohim të keqen. Sa prej nesh jemi të padrejt, një gabim të huj, të vogël e bëjmë shumë të madh, e një gabim, një haram shumë të madh, e gjigant shpite tona i bëjmë të vogla e minimizojmë. Dhe s'kemi qef që ashtë me naj përcil, e as me naj përmen të tjerit. Gabimin e vladit të vetë nuk e sheh kur gjo, gabimin e vladit të huj e ban kiamet. Besimtari i cili e din të vërtetën është i drejtë, dhe të drejtën dhe hakun e tregon kudo që është e në veçantin dhe familjarëve të vetë. Allahu Azza wa Jalla urdhëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jo vetëm familjarëve të vet, sa e kryti me Hatixhen me bashortën e vet, e kryti me shokët e vet, e kryti me kushërinjtë e vet. Aliu e pranoi Islamin, Ebu Bekri e pranoi Islamin, Hatixha e pranoi Islamin, ama jo, Allahu Azza wa Jalla i tha qum fa anzir, del shtash maxhan kallzo atje para krejtve, se Allahu ta ka dërgu Xhibrilin me shpallje, e të ka obligu disa obligime që vinë shtash në vjem. I tha Allahu Azza wa Jalla wa rabbeke fekebbir. I tha del dhe madhëroj Allahun Azza wa Jalla, bënë tekbir Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Kathiri rahmetullah alej, ky ajet kuranor është ajet i cili i ka dhënë fund mendimadhësis deri në ditën e kiametit, sepse madhërohet dhe rritet dhe madhështohet vetëm e vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka më kibër më shpallë se këtij ajetit kuranor. Ky ajet kuranor e ka vullos mendjemadhësinë dhe kibrin deri në ditën e kiametit. I tha Allahu azza wa jall, wa rabbeke fekebbir, dil dhe Zotin tënd madhëroje, bana atë tekbir. S'ka më me bo kibër njerëzit, s'ka më vetë mu bo kibër, s'ka më vetë mu bo mu të kebir, s'ka më të tjerbi me valeju kibrin, po vetëm e vetëm Allahun do të madhështosh dhe madhërosh. Dhe me këtë ajet kuranor s'ka më mu të kebir, s'ka më mendje madh, dhe vulloset dhe bëhet haram dhe nga gjunat më të mdhaja deri në ditën e gjykimit, mendje madhësia dhe kibri. Pastaj tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wa thiyabeke fatahhir, wa thiyabeke fatahhir, tha dhe robat e tuja, teshat e tuja, pastroj. Pastrohu, filloj një fillim të ri, me teshat të pastra, me iman e me shpallje, i ndihmum nga Xhibrili, dil para njerëzve me këtë pamje të pastër e të bukur e të mirë, që në gjitha aspektet të jesh i pastër, i kapshëm dhe i pranueshëm të njerëzit, që njerëzit kur të shohin të jesh i pastër, tërheqës, dhe ta marrin fjalën e drejtë dhe hakit, dhe që të mos ju losh arsye që ata me nxjerr ndonjë sebeb dhe me thonë nuk e pranojmë prej ti. Allahu Azza wa Jall këto mesazhe, këto mësime ja jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në momentin kur e urdhron që dal dhe njerëzve t'ua tregon pejgamberllukun e vet. Çka është fatkeqësia? Është fatkeqësia që muslimani i cili dëgjon ligjërata me vite në xhami, e kur asnjëherë një fjalë të hajrit se thot në shpinën e vet. Musliman i cili nuk ka derdh që se përcjell, ama kur një fjalë të hajrit s'ja thot bashortës së vet. Musliman i cili me vite falet, a lejon që gruaja vet me vdek pa namaz. Musliman i cili e din të vërtetën, e din hakin, kur s'ja mëson e vladit të vet. Këto janë kopracat, këto janë cicijashat, të cilët asnjëherë një fjalë të hajrit që e din nuk ja thënë të tjerëve. Kurse për dunjo japin çdo send deri në maksimum që e kanë për bashortet e veta, për evlat e vet, për familjarët e vet, ama për ahiret, për xhenet kur gjo nuk vu japin. Dhe këtu vjen përgjegjësia që muslimani dhe besimtari që e din një të vërtet,
atë ta përcjell tek të tjerët. Shiqoni sikletin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ejthe në trishtim, me një vend ku e pritke edhe vdekja, edhe kërcënimi me vrasje, edhe fukarallëki, edhe çdo telash edhe problem, bojkotimi nga familjarët e vet, që përzunin edhe migjallarët e vet, edhe dajallarët e vet, çdo kush e refuzoi, Allahu e urdhron që del dhe tregon se është pejgamber, njerëzve t'u kallzon hakin dhe të vërtetën. Megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e haron hallin e vet, çohet ashtu në ejthe në trishtim, del dhe ballafaqohet me gjitha këto probleme. Kurse na, kur kush nuk na kanoset me vrasje nëse dikujt ja them një fjalë të hajrit, kur kush nuk na përzem prej shtëpisë nëse bashortës gruas ton ja them një fjalë të hajrit e të mirë, apo e vladit, apo rrez dhe kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla vazhdimi thot: "Wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir", dhe tha mos u habit mas grumbullimit të dunjos. Mos u habit mas grumbullimit të dunjos. Mos i hup mend mas dunjos. Por merr sa të si shpun sa të ka përcesh. Sepse sado që merr, ka thonë Ibn Kathiri rahmetullah alej, sado që merr nga kjo dunjo, sado që grumbullon, asgjë nuk të ban dobi në varr kur të hish. S'ban fajda, se ne merr me vete. Nuk të kryjmë punë. Bile jadhen bila ka mundësi me dëshmu kundra teje. Dinari jotë, pasuria jote, dushman i jotë në ditën e kiametit. Dushman i jotë në ditën e kiametit. Dhe kështu ka qenë halli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përmendet në shumë ajete dhe në shumë hadithe, po të bante dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla dhe kodra do t'ja jepke prej aret, prej altanet. Ama asnjëherë s'ka bo dua për dunjë. Çdo ka bo dua Allahu ta ruje prej fukarallëkit. Ama kur s'ka lip zengëllëk. Se po ta kish lip Allahu edhe kodra të are do t'ja jepke. Dhe për këtë shak Allahu azza wa jalla prej fillimit ja ban me dije se udha jote është që njerëzit mi thirrë në fe. Njerëzive me u kallzu hakun dhe të vërtetën. E jo ti të habitesh mas grumbullimit të dunjos, sepse e dinte se prej fillimit dunjoja ka me qenë një sprove madhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Me kasit ja ofruan dunjon, ja ofruan pushtetin, i ofruan të bëhet kryesori i krejt Mekës, i ofruan shumë arje, shumë argjente, shumë tolla, shumë pasuri. Gjitha këto i refuzoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse e kuptoi se misioni i tij është që njerëzit mi nxjerr prej terit në dritë, prej të keqes në të mirë. Dhe në fund i tha Allahu azza wa jall: "Wali rabbika warrujza fahjur", falni ajetin pas ka hik, tha edhe shirkut largohu, ktheja shpinin dhe largohu dhe shmangu të fllistës, shirkut dhe dalaletit. Lutë Allahu azza wa jall të kemi dobi nga kjo që e dëgjum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Vazhdojmë.